I bro afrohet pranë Elionës teksa ajo rri e ulur në divan, e menduar dhe paksa e mërzitur nga debatet e fundit në shtëpi. Duke e parë që ajo nuk është mirë me shpirt, ai ulet pranë saj me një ton të qetë dhe të butë, duke dashur ta ndihmojë të qetësohet. Eliona, I thot ai me zë të ulët, mos e lëndo veten kot me këto gjëra. Ti je vajzë e mirë, shumë më e qetë se sa mendon, dhe nuk ja vlen fare të merresh me çdo gjë që thot shkurta. Mos e lejo ta prish humorin tënd. Eliona e dëgjon me kujdes, ndërkohë që luan me duart e saj dhe tun kokën lehtë, sikur po e pranon se gjërat I kanë shkuar më shumë për shtat se sa duhej. I bro vazhdon të flasë. Duke u përpjekur ta udhëheqë me mendim të kthjellët, këtu brenda, të gjithë jemi në impresion dhe harrojmë që ndonjëherë fjalët dalin ndryshe. Por ti nuk ke pse futesh në shumë debate. Je shumë më e fortë kur qëndron e qetë dhe nuk u avar atyre që kërkojnë zënka. Ai I jep asaj një buzëqeshje të lehtë për ta bërë të ndihet më e sigurt. Mos harro, shton I bro, njerëzit e shohin kur dikush ka zemër të mirë. Ti mos e humb durimin, mos e humb veten. Shkurta le të flas ç'të doj, ajo as nuk të njeh plotësisht, ty ti vazhdo të jesh vetvetja. Eliona më në fund buzëqesh paksa, si shenjë se fjalët e I bros po e prekin dhe po e qetësojnë. Faleminderit që më flet kështu, I thot ajo, se ndonjëherë më duket sikur më mblidhen të gjitha dhe s'di si t'i përballoj. I bro tun kokën dhe I vendos dorën mbi shpatull për ta inkurajuar, jemi këtu për njëri tjetrin. E rëndësishme është që ti të mos humbësh këtë qetësinë tënde. Lëri fjalët e shkurtës aty ku bien. Ti shikoje veten dhe mos u rëndo. Atmosfera mes tyre bëhet më e qetë dhe më e sinqertë, dhe duket qartë se biseda I ka bërë Elionës mirë, ndërsa I bro tregon edhe një herë se di si të mbajë ekuilibër në shtëpi.